Rubrika Rrëfim për mbrëmjen e sëntme në epizodën e radhës të emisionit në Zoom, kemi nderin dhe kënaqësinë me prezentu para jush një histori suksesi dhe jo çfarë do ordinance, po një prej ordinancave më të mira që e kemi fatin me e pas në Kosovë, bëhet fjalë për Dent EOS, e atje na pret Teuta dhe Gentiane, partner në biznes, por dhe partner në jetë, cila ka qenë zënka e fundit që sigurisht çifti, po dhe pra cilët janë partner në biznes, e kanë realizuar gjatë zhvillimit të punës së tyre. Çka kemi zbulu më shumë sa i përket shërbimeve të kësaj ordinance, do e kuptojmë së bashku në rubrikën e vazhdim. Kur një ëndër bëhet realitet. Një vend ku përveç shërbimeve cilësore, gjeni rehatije mbi të gjithë staf profesionist. Sonte kemi kënaqësinë të ju prezantojmë gjithçka rreth ordinancës Dent EOS, e cila synon të adresojë nevojat dhe sfidat aktuale të pacientëve. Në vazhdim ju sjell një histori suksesi nga dyshja Gentiane dhe Teuta. Faleminderit për juve që sot keni gjetë kohën me ardhur me na vizitua, me bë këtë bashkëbisedim së bashku për idenë se si me hap këtë klinikë së bashku me doktoreshën Teuta, më na shpjegoj më mirë doktoresha Teuta. Ideja e hapjes së kësaj klinike erdhi nga dëshira e madhe për me qenë afër pacientëve, të cilët janë të gatshëm të bashkëpunojmë me ne dhe ne të ofrojmë atë që kemi praktikuar me vite dhe gjatë gjithë rrugtimit tonë. Duke pas parasysh gjatë viteve që kemi kaluar në studime, pjesës praktike të cilës e kemi kaluar atje, pastaj pas studimeve përvoja e punës njëkohësisht edhe trajnimet e shumta të cilat kemi bë si në fushën e ortodoncisë, doktoresha, po ashtu në fushën e endodoncisë, të mundjeve të dhëmbëve, njëkohësisht edhe në fushën e kirurgjisë, të cilat i kemi përfunduar së bashku. Një prej pyetjeve të para kur hasim në rrjet apo në takime direkte është padyshim se cilat shërbime realizon klinika juaj. E për në Zoom, doktoresha na tregon më shumë rreth tyre. Në Dent EOS japim pothuajse të gjitha shërbimet që i përkasin lëmisë sonë, duke filluar nga ato më bazike, siç janë mbushja e një dhëmbi, pastrimi, zbardhimi, trajtimi i kanaleve, po ashtu edhe ato që përfshin estetikën, siç janë punime protetikore, nga kurorat nga zirkoni, emaksi, Venus. Shërbim tjetër që ne japim janë edhe shërbimet kirurgjikale, si dhe ato ortodontike. Për momentin shërbimet që më shumë që kërkohen në klinikën tonë janë nga fusha e sëmundjeve të dhëmbëve me endodoncian, për shkak se shumica e pacientëve nuk kanë një vedije shumë të lartë për kujdesin dhe mirëmbajtjen e higjienës orale, gjithashtu edhe rëndësinë e shëndetit oral. Shumicën e këtyre pacientëve i kemi tek sëmundjet e dhëmbëve. Mosha që është shumë kritike për shkak se janë mosha të reja, duke filluar nga 15 vjet deri tek 25 vjeç, për shkak se ne e shohim që këtu kemi një stagnim në edukimin për shëndetin oral tek gjeneratat e reja, prandaj edhe do të mundohemi që në vazhdimsi të japim mesazhe dhe të përcjellim atë sa është e nevojshme të kemi një kujdes për higjienën orale dhe shëndetin oral. Kur përmendet fjala dentist, jo të gjithë e kanë për qejfi. Ekziston edhe frika që na shoqëron me vite e mund të jetë pjesë e fobisë sonë. Mundohen ata që të bisedojnë me pacientin e ta largojnë këtë ndjenjë as pak të këndshme. Na çdo ditë përballemi me frikën e pacientave, pa marrë parasysh moshën i fëmijë apo i rritur, dhe ne si profesionistë shëndetësor e kemi
si themi, detyrë që të largojmë në një aspekt frikën e pacientëve. Kjo më së miri bëhet duke u ofruar atyre siguri, një ambient të qetë, që ata të ndihen të sigurt në duart tona, po ashtu arrihet edhe duke bërë një bisedë të qartë dhe duke u treguar komplet procedurën e trajtimit dhe duke u bërë të ditur që me të vërtet dhimbja e vetme do të jetë vetëm një shpim i vogël. Teuta pohon faktin që ndihet e lumtur dhe krenare që Denteos është një ndër të pakta klinika që ju shërben të gjitha moshave. Qoftë nevoja edhe në pikë natës, vetëm e vetëm që ata të mos përjetojnë dhimbje të dhëmbit. Por cili ka qenë një koment interesant që dyshës u ka bërë përshtypje. Zakonisht, pacientat më të lumtur janë ata që zëvendësojnë dhëmbët. Se me zëvendësimin e dhëmbëve arrihet edhe estetika, edhe që aty me të vërtet shihet rezultati. Tash, unë për veti kënaqesh kur punoj me fëmijët, se është edhe punë e vështirë, po edhe ndina e lumtur kur me të vërtet i shërbej një fëmijës, se ata edhe kanë të vështirë me ta tregu se seriozisht ku është dhimbë, se ti i thu, cili dhëmbë po dama e prek një dhe janë thujse të gjithë. Edhe kur na e rahatojmë një fëmijë, unë për vetë ndina më e lumtur. Kurse për mu rastet që më bëjnë më të lumtur janë rastet më të vështira, të cilat më sfidojnë realisht, duke përfshi edhe pjesën që ciku doktoresha, pjesën e zëvendësimit të dhëmbëve të humbur, pasi që kemi shumë pacient me dhëmbë të humbur. Këtu në këto raste edhe kur përfshihet edhe kirurgjia, pasi që është një pjesë shumë e rëndësishme që shkojnë së bashku me protetikën stomatologjike, na mundsojnë që ne me arrit një rezultat adekuat të jetë i kënaqur si pacienti ashtu edhe ne si staf. Ata janë munduar të jenë modest në raport me çmimin që ofron për shërbimin që një pacient e pranon. Çka thot Gentiani dhe Teuta për konkurrencën? Si ordinancë, si staf, kemi arritë që me kriju një listë të çmimeve të cilat mund të jenë të përballueshme për pacientët dhe për qytetarët të gjitha shtresave pa dallim, por gjithashtu duke mos lënë anaç edhe cilësinë, për shkak se sa më lartë të jetë cilësia, aq më shumë do të jetë edhe kostoja e jonë si ordinancë për mbulimin e atyre shpenzimeve. Prandaj ne gjithmonë kemi në fokus cilësinë, të kemi cilësi sa më të lartë, kvalitet më të lartë punës tonë, por njëkohësisht duke e pa edhe mundësinë që të ruajmë edhe xhepin e qytetarëve. Apo na shpalosni pak nga planet tuaja. Në të kohë ne vazhdimisht mendojmë të zgjerohemi, të rritemi si staf, të kemi staf më të madh, njëkohësisht të zgjerohemi edhe në lokacione të tjera, si brenda vendit, ashtu edhe jashtë vendit, duke ofruar një gamë shumë të gjerë të shërbimeve të lëmisë stomatologjike, duke përfshirë edhe shumë fusha të tjera nga stomatologjia. Biba i shton se për t'i plotësuar të gjitha kërkesat dhe nevojat e pacientëve është dashur një investim i lartë nga vetë ata. Por si partner në jetë, ashtu edhe në biznes, vendosën që të gjitha pajisjet të jenë të sofistikuara dhe të teknologjisë së fundit. Me këtë gjë do të shkurtohet koha e trajtimit të pacientit dhe rezultat optimal. Gjithçka zbulut, përveç që jeni partner edhe në jetë jo. A më tregon kur ka qenë zënë ka punë që kemi gotë qitë klinik? Zonë ka nuk preferoj me i tregu, zakonisht janë prapa skenave, masi të përfundojmë në një rast pacientin, masi që është një rast shumë i komplikum, edhe kur na e diskutojmë se nëse kemi pas mundësi me bëj kështu, kemi pas mundësi me bëj kështu, pse kemi zgjedhur këtë, pse zgjatëm këtë, edhe pse gjithmonë rezultatet janë të mira, por zënkat tona janë vetëm tek ajo pjesa profesionale. Doktori, patjetër. Ndoshta jam pak më strikt në punë, edhe kërkoj pak më shumë angazhim edhe pe stafit, pjesës tjetër të stafit. Stafi ma raporte shoqërore kanë me doktoreshën sa me mua. Kështu që i vjen që me kanë pak më e vështirë. Po zakonisht to nuk ndodhin para pacientit. Po
këshillojmë njëri tjetrin. Ka njëherë që ato këshilla na duken të mira, po ka njëherë i marrim edhe me atë pjesën negative që pse po më thu. Na jem partner, pse po na e qatë në pak. Po, mandej prap arrim me bo një punë të mirë zbashkët. Pas kësaj bisede të këndshme dhe batutave interesante, ndiqni pak pamje ekskluzive nga klinika Dente Os.